Po jo. Po nuk mund e shtesë, unë jam Naima Bazi. Ju lutem, ati ku bukë që thojnë boke ujtë uj, unë jam Naima Bazi, dora vetë. Hajde him, Hajde! Hej! Telespektatorë të ndëruar, jemi kthyer në kaptinën parlamentës. Telebingo! Nuk është telebingo. Nuk është telebingo. Po? As nuk është teleshow, as nuk është po na vjen. Kus po vjen? Këtu është Odeon, o djalë, këtu është Odeon. Aha! Tu pas kanal sa hati, moti ty. Po mu ka hub krejt! Tu është sheshi Odeon dhe mbahet spektakli Odeon. Ju lutem, bro! Ju lutem! Atëherë, të ndëruar të rishikues, ku do të përëndisni misë erët në emisionin ton, Liridon! Ju lutem nuk të harrojmo, pra atëherë Odeon, pa humbur ko fillojmë. Telespektatorët të ndëruar, ju që në sallë, në Kosovë, Shqipëri, Evropë, Amerikë, deri në Malishevë lagët, mirë mbrëma! Ati pra ku bukë si thojnë bukë, ujt, naimit mihrije, miris, naim, mirë mbrëma! Atëherë, pa humbur kohë, ne skenin tonë, Jakub Kras me falë një parlament në skenë, do të vije, hiq me pak dhe hiq me shumë, se një njeri i madhë, atëherë, para jush, mas jush, anash jush, kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi! O bastion, ju lutem! Përshëndetje. I nderuari kryetari i Kuvendit, njëherit edhe ushtrues detyre, zotri Abazi, respekt. I nderuari kabinet qeveritar, respekt. Andaj, i nderuari dhe shumë i respektuari kryeministri i Republikës së Kosovës, i dallëduar, ju faleminderit. Andaj, ju faleminderit shumë zotri Abazi. Nuk ka gjë nderuar që në obligim. Une nuk thot shty, po i thash Naima Bazit originalit. Andaj, respekt për Aurela Gaçën. Kryeministër, zini vendin tuaj në parlament në skenë. Atëherë, pa humbur kohë, filloj me kaptinën ton, i cili, pa pritmas. O Naima Bazja! O, hajde se kem lidhë qanin, hajde hinë më stirë, hinë! Përshëndetje. Mirë se u gjej. Po kush është ky mizerje? Si kush jam unë? Naima Bazi, po e njoh ky se është Naima Bazi. Po ti cili Naim je? Urdhë? Cili Naim? E merë vesh ma vonë. Ke pasur? Oj mizerje. Po që ke lipti këtë që ka? Unë erdha dëgjova se ka kështu një tip audicioni për këngëtar për Tuberyll, Behyll, apo a jem rregull? Bahyll, parlament në skenë është kjo rubrik, po mund të bësh edhe këtu yll, zini pozicionin. Unë yll jam, dua të bëjmë hen. A hen do bësh? Estimabar! Ju lutem, lëreni muzikën, merru me politikë. E nje kryeministrin Hashimin? Nje? Më falë Naim, cili është ky? Hashim Thaçi. O, zoti kryeministër, si se njoh, unë këtia kam dhënë ato kokrat. Aja ke dhenë votën një duar trofitje! Zini vend, ju lutem. Pandej shumë. Respekt. Për Bruxellën. Respekt. Pandej. Pa humbur ko, pa jush, mas jush, për funi jush, mbi ju kajherë. Fillojmë me kaptinën tonë, parlamenteskin, kryeministri nderuar. Si i cilësoni zgjedhjet e 35 dhjetorit? 12 dhjetorit?
Urdhë? 12 Po vjetor. janë zgjatur shumë i nderuar. Ma kanë te shpirtin që to zgjedhje. Votim, rivotim, numrim, rinumrim, manipulim, bimanipulim. Andaj, ne, si institucionet e Republikës së Kosovës, kësaj radhe, e kemi marrur të gjitha hapat që zgjedhjet. A bani andot lutem nëse ka muzikë? Paracetamol. Aha. Kemi vendosur që zgjedhjet të jenë të lira, të treta, të qeta, thër, vetë vendosje dhe demokratike. Andaj, KQZ i ka përdorur të gjitha mjetet që zgjedhjet jenë të qeta dhe ka marrur të gjitha obligimet statike për të kryer dhe për të rregulluar manipulimet e rregullta. Andaj, ju dini se kohës së fundit në për media vinin, qarkullonin, zanat të ndryshëm që thonin se jo kja partia është e para, ja kja partia është e para, se pari Kosova! Atë pasha hajrin! Kurse tjerat vin, i qo Zoti, i qo Bruxelli, i qon edhe Dova Qergji. Andaj, edhe i herë, fitore, suksese, punë borë dhe përkushtim, respekt për Begjet Pacullin. Faleminderit i nderuar, faleminderit shumë, i nderuar. Me ka erdhe, kush ishte këtu? Unë erdha vetëm, me ty nuk dua me këtë Naimin, me originalin flasë. Okej, urdhëro. Këtu i ke gjithë stratën presin ke dera këtu. Ashtu? Po, ato donë bën hension, se janë edhe ata. Ishte Dan Krasniqi aty qante. Pse qante? Me dhimë se ma, pyta thash, o Dani pse qanë? Thash qa ke kru këthy e tha, kështu e qaj një dashuri, njëri tjetri nuk beson, kjo është vetëm një tradhti, që s'mundesh me i thonë dashni. Po mirë, po i nderuar, ishte të kusht tjetër aty të Po këpritur? kishte edhe tjerë, ai Dani bua nga dashuria, i Bigjori beri sa vjeti, beri akoma me dashuri. Ishte edhe ai miku im Frances Radin, njihni? Radin ai nga Shqipëria. Po. E pyta Radin, thash, si erdhe, si do kthesh? Mu kthye na im tha, erda, po erda vetë, pritë, se bash do të them djalin, vajzën, dhe gruan time do t'i put me mal. Po çka e the ti? O, i thash shumë, e shtor pako, i thash, djalin dhe vajzën i puth ti, gruan ma le mua kësaj radhe. Oj mizerje. Vetëm ti apo? E unë Naimi, çka bëjmë tu? Jo, këndoni. Po pra, jo, na ti ma të kërcejmë. Po. Kryeministe, si do ta përpunoj qeverinë? Kësaj radhe, une, si mandator i formimit e qeverisë e Republikës së Kosovës, kësaj radhe në përposte ministrore nuk do t'i emëroj politikajt, por kësaj radhe do t'i emëroj këngëtarët, për shembull, për Ministrin e Bujqësisë, une e kam nominuar njeri të mirë, të mallë, gjon, e kjo është Labina Tahiri Dani, dhe për këtë arsye, andaj, për këtë arsye, une labit, besova Ministrin e Bujqësisë, sepse është edhe pak katonor. Andaj, kësaj radhe, erdhi radha Ministrisë Financave. Kësaj radhe për Ministër të Financave e nominova Mirje Brahen. Bravo! Të lumë! Esketizme! Është briljante! Sepse na im Mirja ta kontrollon hyrjen dhe daljen e financave. Bravo! Ju lutem! Andaj, Ju lutem! andaj, minister për këthim dhe komunitete emrova një njeri me musteqe, një njeri i cili ta ha zemrën, ta ha loqken, ta ha shpirtin, ta han edhe ymrin, e aja është Sabri Feyzullahu. Mos mendo se jam i lumtur nëse unë këndoj, se bakshishet shumë kanë ro, e mos po fitoj, gabon shumë Hashimi Dashtun
Nëse nuk e di, se ma shumë fiton Ermoli, se a gjasa bërën. Andaj, nga radhet e Pakicës, une e nominova në mënyrë unanime një këngëtar Zi Fut. Me të vërtetë këto momente s'me kujtuat emni, dhe besomni se shumë ju mëron hall me ta. Jam ron halës diçka të bëj, vajz për që pison pa gjoj. Ka shumë vajzat që janë të mira, për pa i pis nuk janë të lira. Unë e marrë hashimin, Opa! edhe ja qestimin. Ises! Për dashnije, për sevda, si hashimi kryeministër s'ko. Respekt. Kryeministri nderuar, a do t'i rritni pagat? Une, në këtë mujë s'ko mujtë mi rrit pagat se s'kom pas tima. Kështu që... Kështu që, për muajin shkurt, une do t'ja urris rrogat arsimtarve, kurse për muajin mars do t'i rritin zoncat nga 8 në të 7. Kështu që, edhe policëve do t'ja urriti rrogat dhe do t'ja rriti pendrekin. Inderuar, ju nga Shqipëria, dini në një këngë shahishe kosovarëse të lutem shumë. Po di mo që mbani kryeministri e buri dhe... Po je leni kryeministri. Një këngë shahishe për ndetë kryeministrit, ju lutem. Une këndojsha këshu si tho? Shahirqe. Unë i kam dëgjua, ma nuk i marrë vesh se sa qa tho. Ju lutem, ju lutem. Ha. Një dëva të hitje pra. Si këndojnë ka? Une u them vetëm këshu se si kam parë, i kam parë të i ba qiftelijat me kështu. Ja, po, qoja mikrofonin. Kryeministër, edhe një pyetje për fund. Kaloni mirë. Falenderojmë artistët tanë të mrekullueshëm për këto emocione humori që na sollën në spektaklin Odeon. Liri dën. E ne Shkoj me marketing.